Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini një lugë vaj ulliri me stomakun bosh në mëngjes dhe shikoni çfarë ndodh. Vaj ullirit është një ndër produktet i cili përmban më shumë makronutrient, acide yndyrore dhe vitamina. Është një produkt mjaft i vlefshëm për sa i përket shëndetit ton. Për të shëruar zorrën e trash, vaji i ullirit mbron qelizat nga dëmtimet të cilat çojnë në sëmundje të këqija. Ai gjithashtu përmirëson edhe zorrën e trash dhe siguron lehtësim nga kapslloku. Për të pasur lëkurë flok, thonjë dhe kucka më të mira. Vaji i ullirit është gjithashtu mjaft i dobishëm për sa i përket lëkurës, thonjt dhe flokëve. Ajo zbutë, riparon, gjithashtu ushqen, hidraton dhe nxit rritjen e thonjve dhe flokëve. Ne mundemi ta përdorim si një mask flokësh ose lëkure, por vaji do të jetë më i dobishëm nëse merret brenda. Për të pastruar mëlçin. Mëlçia kryen gjithashtu një funksion shumë të rëndësishëm për trupin ton. Ajo pastron të gjitha sistemet tona të brendshme. Por, në fakt, ndonjëherë ne duhet të detoksikojmë mëlçin vetë dhe këtë mund ta bëni me vaj ulliri. Për të marrë rezultatet akoma edhe më të mira, përzieni 2 lugë vaj ulliri dhe lëngun e 1/3 së limonit në një gotë dhe më pas konsumojeni. Për të humbur në peshë, vaji i ullirit përmban një sasi të madhe yndyrore të cilat janë tepër të rëndësishme dhe të shëndetshme që mund t'ju japin ju një ndjenjë të plotësisë. Ai është zëvendësimi më i mirë për sa i përket gjalpit. Për të përmirësuar sistemin tuaj imunitar, acidet yndyrore të cilat gjenden tek vaji i ullirit luajnë një rol shumë të madh në funksione të ndryshme imune. Midis tyre rregullimi dhe mbështetja e sistemit imunitar dhe madje edhe trajtimi i sëmundjeve autoimune. Për të mbrojtur gjithashtu zemrën, ekzistojnë 2 lloje të kolesterolit, lloji i keq dhe gjithashtu lloji i mirë. HDL heq LDL-n. Si mund të arrisim nivelin e kolesterolit të mirë në trupin ton? Një mënyrë është një dietë mesdhetare e cila përfshin kokra, perime, fruta dhe vaj ulliri. Për të zvogëluar inflamacionin, vaji i ullirit funksionon si ibuprofen për të zvogëluar inflamacionet në trup. Hulumtimet kanë treguar që 3 deri në 4 lugë vaj ulliri veprojnë në një mënyrë shumë efektive si 10% e një doze të ibuprofenit, por është edhe një trajtim shumë i mirë natyral për të kontrolluar nivelet e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit është mjaft i dobishëm për diabetikët dhe sistemin ton kardiovaskular. Për të mbrojtur trurin, vaji i ullirit gjithashtu e mbron trurin ton i cili ka nevojë për më shumë oksigjen, gati 20% të gjithë konsumit dhe vuan nga radikalet e lira. Gjithashtu ai parandalon edhe rënien mendore të Alzheimerit, rrit kujtesën dhe zvogëlon rrezikun e depresionit. Vaji i ullirit do të jetë i dobishëm në qoftë se ju doni të zmadhoni madhësinë e gjinjve tuaj dhe t'i bëni ato më të fortë, por duhet ta bëni mirë. Masazhoni në një lëvizje rrethore për 10 deri në 15 minuta, duke filluar nga pjesa e jashtme dhe duke lëvizur në pjesën e brendshme. Rrjedhja e gjakut do të përshpejtohet dhe ato do të rriten dhe do të fillojnë të kenë elasticitet në vetëm 30 ditë. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do t'ju lejojë ju që të merrni përfitimin maksimal. Njihet për efektet pozitive në zemër, por mrekullitë që bën në trup shkojnë përtej kësaj. Sipas Brightside duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këto arsye. Shndërron lëkurën tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike.
redukton skuqjen dhe ëndjen dhe mundet që të ngadalësoj edhe shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ndihmon që ju të humbisni në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare, e cila është e pastër me vaj ulliri, ka një efekt tepër pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumimi i vajit të ullirit i ndihmoi ata që të humbisnin peshë. Është i mirë për trurin. Konsumimi i rregullt i vajit të ullirit heq gjithashtu grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët pinë rregullisht vaj ulliri kanë një memorie më të mirë sesa ata të cilët mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo gjithashtu funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjen e kockave dhe gjithashtu ngurtësinë e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera të pasura me acide yndyrore omega 3 zvogëlon gjithashtu inflamacionin në trup. Nga ana tjetër mundet që të ndihmojë në parandalimin ose dhe në shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Përmirëson gjithashtu shëndetin e zorrëve. Disa lloje bakteresh të cilat jetojnë në stomak munden që të shkaktojnë ulcer. Vaji i ullirit gjithashtu është provuar se lufton bakteret tuaja dëmtuese, disa prej të cilave munden që të jenë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri të pastër në ditë mundet që të shkatërrojë bakteret e dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon nivelin e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit mundet që të jetë sekreti ynë për uljen e nivelit të glukozës në gjak. Ai e mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mundet që të zvogëlojë rrezikun e tij me të paktën 40%. Gjithashtu, vaji i ullirit çdo mëngjes zgjon shëndetin në të gjithë organizmit. Përveç acideve yndyrore të dobishme, ai përmban edhe sasi modeste të vitaminës edhe K, por vaji i ullirit është gjithashtu i ngarkuar me antioksidantë të fuqishëm. Këta antioksidantë janë biologjikisht aktiv dhe mund të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve kronike. Ata gjithashtu luftojnë inflamacionin dhe ndihmojnë në mbrojtjen e kolesterolit në gjak nga oksidimi, 2 përfitime që mund të ulin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Vaji i ullirit është i ngarkuar me antioksidantë, disa prej të cilave kanë efekte të fuqishme biologjike. Gjithashtu, vaji i ullirit sugjerohet nga mjekët që të konsumohet të paktën 1 lugë gjelle çdo ditë në mëngjes esëll, por sigurisht ju duhet që ta përfshini atë në çdo regjim ushqimor tuaj, qoftë në sallatë apo në gjell. Mirë, po ndonjëherë duhet të tregoni të kujdesshëm për mënyrën se si ju e përdorni ato në gatim, sepse shpeshherë nga gabimet që ne bëjmë, i humbasim të gjitha vlerat e vajit të ullirit. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku.
Gjithashtu, nëse gjendja juaj është kronike dhe zgjat në kohë, e mira është që të kryeni një vizitë tek mjeku juaj.